A mendoni që mund të ketë skenar të mundshëm që kryeministri Edi Rama mos e çojë deri në fund mandatin e tij? Unë besoj se Rama nuk rrezikohet momentalisht nga qeveria teknike. Vetëm gjë që rrezikohet Rama, rrezikohet nga drejtësia. Dhe atë nëse e çon apo jo deri në fund mandatin, atë do ta bëj drejtësia. Por prapë edhe për të që ta bëj drejtësia është një rrugë e gjatë, kështu që mandati i Ramës mund duket si i rrezikuar dhe nëse Rama zgjedh qeveri teknike për të, si thuaç, zbehur pretendimet që kanë partitë e tjera apo qoftë ndërkombëtare, kjo mund të realizohet vetëm për këtë përshfryrje, pra si valë përshfryrje. Por nuk besoj se Rama është i rrezikuar nga Partia Demokratike ose partitë e tjera opozitare.